dhe kam nxjerr me dokumenta, me dëshmi, me kush janë dhe si po janë, Beograd Arena që hapet televizion në Tiranë. Është regjistruar në QKB në 2024, tashmë në 2025 deri në 2026 e ka rrit kapitalin nga 5.000 euro në 130.000 euro. Beogradi është duke ushtruar deri në fund, po godet në të gjitha anët. 1 godet në Hag, 2 nga godet në Washington me supremaci absolute në diplomaci. Ajo që po ndodh është hapja e një televizioni, i cili do të bëj këtu propagandën e relativizimit të propagandës serbe dhe normalizimit. Ata nuk do të vinë më me tanke, ata nuk do të vinë më me ushtri, ata do të vinë me soft power, me ndikim mediatik, me ndikim të ndryshimit të narrativës. Si do të ndryshoj narrativa? Nuk do të vinë këtu t'ju thonë Serbia është e mirë dhe Shqipëria është e keqe. Targeti është Kosova. Fika është në shpinën e Kosovës. Do vinë këtu dhe do thonë, ne jemi të gjithë kriminal, një lloj leje ta mbyllim këtë histori, sepse është diçka nga e kaluara. Ju na keni vrarë, ne ju kemi vrarë, tani ta mbyllim këtë histori. Normalizimi i narrativës dhe barazimi i kriminalit me viktimën është hapi dhe synimi madhor i Beogradit në këtë moment. Hapja e mediave në Tiranë me televizione të Serbisë, të lidhura direkt me vajzën e Miloševićit dhe me Telekom Serbia, që kontrollohet komplet nga Aleksandar Vučići dhe shërben, është kompani e tij dhe me media pranë tij të cilat shkëlqejnë imazhin e Vučićit, ka vetëm një synim: nguljen e fikës në shpatullën e Kosovës këtu nga Tirana. Ndaj, të gjitha ulërimat dhe britmat që vinë nga Tirana për mbrojtjen e UÇK-s janë të shtirura, janë të pavërteta. E vërteta është duke fshehur poshtë tapetit, por nuk po ja tregon njerëz shqiptarëve, dhe shqiptarët janë në një mpirje masive, sepse bombardimi me rena është i frikshëm dhe janë shumë të pakta dritarët që japin, tentojnë ta oksigjenojnë këtë popull apo ta intubojnë. Populli është në reanimacion. Kemi ca dritare të vogla mediatike, ndoshta YouTube i ka bërë punën më të madhe që po bëjnë betejë. Ju që hapni në dritare her pas here, ndonjë kanal tjetër në YouTube që hap kanalin her pas here, establishmenti mediatik që kontrollohet nga bosët e ndërtimit dhe bosët e tenderave në Tiranë ka vetëm një ushtri me rena që quhen analist, mashtrojnë shqiptarët për llogarit agjendave të mëdha.